Më 7 tetor 2023 filloi lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza, saktësisht 24 muaj më parë. Qytetarët ishin të parët që reaguan, kur mijëra njerëz në të gjithë Ballkanin filluan të protestonin për të ngritur zërin kundër agresionit izraelit, shkalla e të cilit nuk dihej ende në atë kohë. Kjo ishte e para nga qindra protesta civile të mbajtura në 2 vjet. Pasuan donacionet e para. Qeveria e Malit të Zi vendosi të dërgojë 34.000 euro ndihmë financiare për civilët në Gaza. Kosova ndau 500.000 euro, Serbia dërgoi 900 ton ndihma me vlerë 3 milion euro dhe Kroacia me një donacion prej 1 milion eurosh. Në periudhën pasuese, disa vende të rajonit mirëpritën palestinez nga Gaza. Një sinjal i rëndësishëm diplomatik erdhi nga Ballkani në një kohë kur shtrirja e plotë e gjenocidit izraelit në Gaza ishte në kulmin e saj. Slovenia fillimisht njoftoi dhe më pas e njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës. Por ndërsa një vend ballkanik mbështet shtetësinë palestineze, të tjerët vendosin ta mbështetin financiarisht gjenocidin. Kështu, në propozimin e saj për buxhetin e vitit 2025, qeveria e Malit të Zi ndau 25 milion euro për sistemin raketor Spike nga prodhuesi izraelit Rafael Advanced Defense, me qëllim përmbushjen e objektivave të NATO-s. Kurse Shqipëria zyrtarisht njoftoi se nga Izraeli do të furnizohet me topa obus, sisteme mortaje dhe platforma quadcopter. Megjithatë, qytetarët qëndruan në krah të civilëve. Lëvizja e solidaritetit palestinez në Mal të Zi përmes fushatës humanitare Human Story mblodhi gati 27.000 euro donacione nga qytetarët për vakte dhe iftare. Gjatë gjenocidit 2 vjeçar që po vazhdon në Gaza, një president izraelit për herë të parë vizitoi Shqipërinë, kurse kreu i qeverisë shqiptare në këtë kohë e vizitoi Izraelin ku dekorua me çmim nderi. Duke reflektuar politikat e Serbisë fqinje, Milorad Dodik, atëherë presidenti i entitetit bosnjak Republika Srpska, ishte në Izrael për një konferencë mbi antisemitizmin, ku shprehu mbështetje të fortë për vendin, madje duke e krahasuar veten me Netanyahun dhe Izraelin me Republikën Srpska. Ndërsa disa udhtojnë për në Izrael, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia po i mirëpresin kryesisht turistët izraelit në Ballkan. Kështu për dallim nga 2024, në vitin 2025, Shqipëria pati rritje prej gati 500% të turistëve nga Izraeli. Mali i Zi mburrej me një rritje prej 315% të numrit të turistëve izraelit midis viteve 2019 dhe 2025. Në të njëjtin muaj, Slovenia ndërmerr një hap të ri diplomatik. Shpall memorandum bashkëpunimi me Palestinën, ndërsa 2 ditë më vonë, Slovenia bëhet vendi i parë evropian që ndalon eksportin, importin dhe tranzitin e pajisjeve ushtarake për në Izrael dhe nga Izraeli. Vendimi ishte simbolik pasi Slovenia nuk ka lëshuar asnjë licencë për eksportin e armave në Izrael që nga tetori i vitit 2023. Ndryshe nga Serbia, e cila tregtonte armë me Izraelin gjatë gjithë luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza. Kulmi arrin në gusht të vitit 2025, kur Serbia eksporton një sasi rekord municionesh në Izrael me vlerë rreth 55 milion euro, që është shumë më shumë se gjatë gjithë vitit 2024, kur eksportoi municionin në Izrael me vlerë 23 milion euro. Nuk mbaron me kaq. Serbia nënshuan një kontratë me vlerë 1.64 miliardë euro me gigantin izraelit të mbrojtjes Elbit Systems, në kulmin e fushatës gjenocidale të Izraelit. Zyrtarët më të lartë të HDZ-s së Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka kultivuar marrëdhënie me Izraelin për vite me radhë, po shënojnë 77 vjetorin e ekzistencës së Izraelit, ose më saktë, 77 vjetorin e pushtimit izraelit në Mostar. 2 ditë pas fishek zjarrve, kreu i partisë Dragan Çović priti ambasadorin izraelit Galit Peleg. Nga njëra anë, politike pa harmonizuar dhe nga ana tjetër, qytetar të vendosur. Që nga fillimi i gjenocidit, qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës kanë dhuruar 5.1 milion marka në ndihmë humanitare për popullin palestinez, ndërsa shteti i Bosnjë-Hercegovinës nuk ka qenë në gjendje të bjerë dakord për 22 muaj për miratimin dhe dërgimin e 1 milioni marka për popullin e Gazës në nevojë. Ndërsa thirrjet për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin bëhen gjithnjë më të forta, ministri i jashtëm izraelit Gideon Sar vizitoi Kroacinë. Ai u prit nga kryeministri Andrej Plenković dhe ministri i punëve të jashtme dhe evropiane Gordan Grlić Radman. Presidenti Zoran Milanović e kundërshtoi këtë vizitë. Të nesërmen Sar u takua me presidentin e Malit të Zi Jakov Milatović në Zagreb dhe më vonë atë muaj ai priti zëvendës kryeministrin e Malit të Zi në Izrael. Kulmi i takimit midis zyrtarëve më të lartë të Ballkanit dhe zyrtarëve izraelit erdhi në fund të muajit, ndërsa shumë udhëheqës botror në Asamblenë e 80 të përgjithshme të OKB-s në New York mbështetën shtetësinë palestineze dhe një anëpushim përfundimtar në Gaza,
Presidenti serb Aleksandar Vučić u takua me Benjamin Netanyahun. Disa ditë më vonë, ministri izraelit Sar u takua me Vučićin dhe Ana Brnabićin në Serbi, ku u nënshuan memorandume bashkëpunimi dhe u arritën përfundimin se Serbia dhe Izraeli po nisnin një dialog strategjik. Ndërsa udhëheqësit e Ballkanit qëndrojnë krah për krah me zyrtarët izraelit, qytetarët e Kroacisë dhe Serbisë pjesëmarrës në flotën e Gazës kërkojnë mbrojtje nga qeveritë e tyre. Megjithatë, ata u arrestuan në mënyrë të paligjshme kur marina izraelite ndërpreu anijet. Ndërsa politika ballkanike zgjedh anë dhe qytetarët vazhdojnë të luftojnë, civilet palestinez po vriten nga Izraeli çdo ditë.